Dhe jemi tash në pjesën e parë të emisionit, I ndëgjuam paralajmërimet e temave dhe mysafirëve të cilët do të na shoqërojnë për 2 orë sa do të jemi bashkë sot. E thash që është shumë e rëndësishme dhe është për të duar trokitur vëdësimi I lartë I prindërve të rinj rreth rritjes dhe mirëqenies së foshnjëve dhe fëmijëve të tyre. A qalojmë, çdo herë ka vend për të ndryshuar, çdo herë ka vend për të përmirësuar, çdo herë ka vend për inovacion. Fatmirësisht në ndryshimin e viteve, përveç që po vëdësohen rinia, po ka edhe kushte dhe hapësira më inovative për të mësuar që ta bëjmë prindërimin, por shpesh konsiderohet thikë me 2 teha. Shumë gjëra të cilat qoftë ChatGPT, qoftë Google, qoftë kudo burimet të pa konfirmuara që I marrim, mund të na duken si këshilla të mira, por shpesh mund të përfundojmë si jo shumë të përshtatshme për rritjen e fëmijëve. Nganjëherë janë disa këshilla, disa mënyra të rritjes së fëmijëve, të cilat shumë më të duhura dhe më adekuate janë kur I marrim prej nanave, apo vjehrave, apo gjysheve, të cilët e dinë më saktë se si funksionon, se sa nga ajo se si na thuhet nga bota moderne. Është një kamuflim, një ndryshim, një bashkëdyzim që duhet I marrim të mira dhe të këqijat nga të dyja gjeneratat. Kush më mirë se një mami e cila gjithë jetën e saj ka kontribuar me fëmijë të nanave të ndryshme, me fëmijë të vet, me nipa të vet, do me thonë ka shijuar të gjitha rolet duke qenë edhe pjesë e ndryshimeve moderne, si po I quajmë. Me një kënaqësi shumë të madhe, sot të ftuar kam zonjën Razia Musa Mami, e cila ka ardhur nga Londra në Kosovë dhe çdo herë kemi kënaqësinë që pyetjet e juaja dhe këto shqetësimet e juaja rreth prindërimit, sidomos në moshën natale 0-12 të marrim këshilla nga mami profesioniste siç është zonja Razia. Mirë se jeni zonja Razi. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi çdo herë me të pas studio. Faleminderit. E përmbledha pak një ndryshim modern, që as nuk mund të themi që është gabim, por as që nuk mund të themi që është 100% I saktë. Ka lë vend për dëshiruar edhe koha e kaluar edhe e tashmja. Kush më mirë se ju që edhe në profesion, por edhe si nanë, edhe si gjyshe, keni qenë pjesë e këtij eksperimenti, ta themi. Absolutisht. Une do t'ja filloj nga vetja, se ku ma mirë se nga vetja. Do t'ja filloj, arsyeja është pse nga vetja, sepse une kom pas edhe vjehër, edhe kom pas nanë, të cilët kom thith diçka prej tyne. Une kom mendu që une jam moderne, edhe çka të thot medicina, djalin e kam të lindën 74, kom mendu që çka të thot mjeku, apo ndonjë këshillimore, kom thonë që qashtu duhet me vepru. Nana jeme shpesh thojke, po bonja si na, unë thësha jo, se kjo është rregulli, tash është I ri. Një gabim që e kom bate djali fitoj ke pesh, por jo shumë. Edhe kur kam shku mes 5 jave në Mitrovic të nana, më ka thonë djali që ka nën pesh. Shku pedin ti që është nën pesh. Kur më ka thonë doktori që është mirë. A në realitet 2 javët e para veç filloj me shtu pesh dhe mendova që pesha është e mjaftueshme. Edhe më detyroj me shku te një pediatër, shkova, tha djali nuk pas ka shtu pesh, filloje me diçka tjetër, unë e pata problem pak me gji, edhe mu dasht me aplikun formula. Ato 2 dit, djali filloj me urinu shumë. Edhe thash nanës, po djali po urinon shumë. Po thot po urinon shumë se e ka barkun plot edhe do me thanë, une pas nga gabu që urinimin nuk ja kom kontrolu. Kom mendu që është në rregull. Edhe që isha mami. Gabimi parë ke kjo. Gjyshja, une djali qajke, na jetojshëm edhe me gjyshën. Gjyshja ime, thot ama qa djali ta qes edhe të përkuni. Thash jo gjyshe, tash është zduhet kështu më përkun. Tash duhet me qitë në shtrat. Pire thati këtu,
se kishim edhe fëmijë tjerë, si e kam qitë Ardianin, ka fjetë tanë kohën. Unë e thash, ma përkun, thunin gjyshës që se sështë. Po. Që ti thëmë këto në kohën e tashme, tash janë dalë shtretnit për beba matë shtret që lëkunje ritmike. Edhe Mojzis Basket është lëkunje ritmike. Tash mërë menë edhe gjysh jeme, se beshiku nuk e tundë shumë bebën. Një ritmike, se i ka kufizime. Edhe koka nuk lëviz një ritmike. Aty i këmë thanë, do me thanë, gjysha pas ka pas të drejtë, nana ime pas ka pas drejtë. Le që jam në mënyrë moderne. Lidhe tha fëmijun, se s'pe lidh, nuk du thash me lidh fëmijun, se doktori ka thonë mos m'ja lidh durt. Prap, gabim. Kur ju marrë në Londër, si ju marrë në Londër, masi që e kryva në Libi, shkova në Londër, mu ka dasht me shku 3 muj për si të trajtohet i posa linduni. Ata me një herë pështelëshin të minë. Thësha, pse me pështel, duhet dur të lira. Më spjegun që duhet me lidhë, që me qenë ma ingrahte. Thash edhe gjysh jem pas ka pas të drejtë, që ka thonë lidhe të minë mësele. Kur ka artë puna tash të kuj vogli, të Altini, edhe kom lidhë, edhe kom përkun, e kom përkun një ritmike. Do me thanë, në për shtresa ku kom kalu etapave djetësore, ma te pri kom marrë prej gjyshje e prej nane se prej librës. Po m'blen për shtypje se ju jeni në kohën kur keni filluar profesionin si mami, shumë shpejt jeni bo edhe nonjë kësisht. Kosova dhe Libia ta ka ndonë një praktik bazë, por Londra është ajo ku profesioni ytë ka lullzu si mami. A ka dalu ajo që ka ke mësu në Kosovë dhe në Libi me ato që ka qenë Londër, apo qështë si një vajzë e re në atë kohë, i kishe i ditë si kur vajzë atë e reja tash, edhe unë vetë si nanë, kur kam qenë, me nëjsha që di ma mirë se nana jem, ose se vira jem, jam pishman edhe në shumë situata kur si kam dëgju. Jo, po, absolutisht, rritja e fëmive në 3 kontinentet të ndryshon. Absolutisht. Për shembull, në Libi, nanat i marrin fëmin edhe flajnë me to. Gjdo akcident nëse ka ndodhë që tash nuk është e lejume me flajt në dhomë pa afër juve. Ato ti s'mundesh me e bin diken kur me gjenerata e ka bote. E ju thësha që rreziku është që mundesh me mbyta, duhet me qenë ullën kur t'jep gjie, por ato e kanë vendos ashtu edhe s'mundesh me. Ato nuk i lidhin bebat. Në Libi? Veç me një diqka edhe 40 temperatura nuk lidhet beba se është shumë vapë. Marë tepër kanë qef me ushqim artificial se me gji. Edhe u mundova shumë që gjini është shumë i dobishëm, është hormon që e rritë fëmijën tanë që po shumë kohë duhet aty me përmirësu diqka. Tu që është ende njajt apo ka ndrysho? Shti që shumë ma shumë merën me ushqime veç ka kanë me hongër se thojnë ushqime është edhe aj. Edhe fillojnë disi me të bindë. Si të nas, që s'kena mujtë një shtres njerëzve me bindë që kjo është ma mirë, kështu që ata e kanë qef që fëmiu me qenë pak ma pak ma i bufaft. Ma i shnosh. Ma i shnosh, ma. Ndërsa Anglia është diqka krejt tjetër. Në Angli, unë e kom qenë, edhe që kom qenë mami, me profesion, mu ka dasht me shku 5 muj me marë maternity nurse, mami e maternitetit. Edhe aty kom fillu me punu. Por mu ka dasht ushqimin edhe trajtimin e posalindunit, qysh duhet mu trajtuj posalindunit. Në Angli është shumë let me punu, se fjala e mamis është
absolutisht ligj. Ndërsa te na është krejt diçka tjetër. Në botën arabe është krejt diçka tjetër. Gjithmonë thonë këta anglezët që ti je ajo që duhet neve me na mësu. A tjerë popuj thojnë jo, na dina vetë. Na dina vetë. Është verzion se cilën në një moshë e kalon këtë fazë. Po du më ndalë i përmene disa fakte shumë interesante të Razi. Më falë, zonja Razi, sepse njëtën e përditshme. Zonja Razi i përmende disa fakte shumë të rëndësishme që ndoshta mund me i binde dhe nana dhe babat që përna ndëgjojnë edhe me reflektu. Për shembull, po nalim të lidhja e foshnjës. Kur themi lidhja, a është fjala për ata thasët të gjumit që janë pak ma të lirë me lëviz brenda ti, a është fjala të lidhja që ka qenë në kohën tonë, kur kemi qenë knap, edhe s'kemi mujtë me lëviz, apo çfarë lidhje është fjala që rekomandohet dhe që është e shëndetshme për foshnjën? Po, rekomandohet prej ditës parë është pështjelja me një pelen të madhe e pështjel. Dhe me thënë, beba i ka pijamat e veta, është i pregaditun për me fjetë. Flasë me teori të anglisë. Gjdo fëmi pështjelët, dhe me thënë, vetëm koka, tek rati. Edhe gjymtyrët e poshtme, kont, i ka gjithmonë të lira dhe që mundet me lëviz. Arsyeja pse lidhet fëmia është sepse nuk është mënyra se nuk e zgjon veten me durët e veta. Prandaj është refleksi si të zgjohet ajo edhe e zgjon edhe veten. Se kam këtu edhe këtë fotografi se si lidhet foshnja, po vazhda të lutna. Që absolutisht kjo është thesi i cili apshefti durët i ka afër veti, por këmbët e gjymtyrët i ka absolutisht të lira. Vetëm një dallim është që nana tona nuk e di sa kritika kanë marrë, po të që unë jam gati 2 metra që na ka lidh nana në djep, edhe na ka lidh ashtu, që shumë ka lidh zoti e din, na jena 6.2 metra i kam vllaznit. Do me thonë, s'ka pas ajo që na ndikim në kuka. Jo, sepse disleksia bëhet nëse lidhet gabim ose shtrëngohet. Jo, nëse shtrëngohet në këto dy oskokset. Prandaj duhet me qenë këmbët e lira. Edhe shpesh më thojnë që jo, atëhere ka qenë kështu, une nuk e njoh një shqiptar që shkepon diçka, që ka qenë në atë kohë që qalon. Une jam pro me i lënë këmbët e lira edhe me qenë, por nuk jam pro me lënë thëmin me u zgju në stop për i durve të veta. Anglez preferojnë lidhje. Tash, unë e thash edhe ma herët që ChatGPT ose Google ose faqet e ndryshme që janë të pakonfirmuara ku shkruan, shpesh na japin këshilla moderne. Për shembull, ende nuk është e qartë, qoftë në Londër si praktikohet, sepse edhe pse jeni në pensionim, tash rolin e mamisë e ushtroni edhe me nuset e djemve to, sepse kanë fëmijë. Vendosja e kapelave, e dorzave, e këpucave të cilat janë të bukura me i pa, të lezetshme po që mundën me ndiku menimi jam negativisht në formimin e kamës. Çfarë qëndrimi ki, zonja Razi? Okej, po foli pak për rrjetet sociale. Rrjetet sociale, une që i kam 70 fiu edhe që 50 jam t'ju marrë me fëmi, une mu edhe më bon confuse. Por e veti tani ChatGPT-n, a është e mundën kjo, ka dhana që thojnë duhet me fjet me fëmin se e ndjen afërsin e bon mande, thëmë, s'ka ndru diqka, une edhe bona ka dalë, qka është kjo që pëndodhë? Por, kur te vetë ChatGPT-n tregon të vërtetën, por nëse nuk din me të përgjigj, thot, na kësi informacione nuk kena. Nuk isha thanë një nanë me shku absolutisht
me pyet Google apo ChatGPT-n çka të udhëzon ajo. Ty të udhëzon instinkti yt që je nën. Udhëzimet të cilat duhet të me zbatu të fëmija yt duhet me profesionaliste, jo me ChatGPT, jo me atë, se ka dush qënë që unë kur t'i thom që jo mami me 50 vjetë përvoj pune, thëto sa mirë, edhe janë ajo më livdu mu, që po më livdon t'i mu, po të kërkoj diqka. Jo, thët Akademia e Pediatrave nuk ka ndru kërgjë, prandej unë jam shumë confused, nuk i kisha pas atë guxim me ritmin me qëto udhëzime. Jo, absolutisht jo. Se ti e gjen ato të mirën e fëmijët tonë. Nëse të ka thonë ChatGPT-ja, mos e lidh fëmin, ti peshe që ai po këqane, kur te lidhe, kur te avyt nga të veti, ai pushon, se e do ngrohtësin. Dorza nuk qitet të fëmija në shtëpi, kapele nuk qitet, këpuc nuk mathen. Hapi parë që duhet më bo, të fëmija duhet zdathun me qenë, edhe sepse vetëm zdathun e fiton sigurin për me kalu në për shtëpia, në për divane. Këpuc asesi. Kur dalë një jashtë me ble këpuc për fëmi, shiqoni nëse këpuca bëhet bashk, e but edhe bëhet bashk. Si qërape. Po, si qërape, atëhere muni mja... Po jo të formësune, jo të forta. Kur të fillojnë fëmija veç me hec, nëse ka bari, lirish hjekja një këpusta, qajkini, lete provon edhe barin. Ashtu e ndjen. Natyrën. Kështu që ka disa gjana që duhet mu korrigju, ka disa gjana që duhet pleq me i pyt, edhe tregojnë, se kam për përvoje. Une nuk isha pas guxim me bo një veprim të cilët dikush nuk e ka provu. Po, a ka metoda moderne, t'i quajmë, të cilat i ke përqafu, ke thonë, o sa mirë që s'ka qenë kohën tonë, a ka diçka që ka ndryshu për mirë, po që e ke mirë prit, si ndryshim, qka për shembull? Unë për shembull, 74-shin, nuk e kom lidh ardianin. Nuk e kom lidh se mjek thoshin, mos e lidhni, dur duhet me qenë të lira. Kur jo marte Aida prap, më ka dash që, kur e kom rrit Altinin, me njëherë e kom pështil. Pse është gabimi jam, pse nuk e kom pështil? Se atëherë ka ndi fëmija mi në ngroftësin. Pra ndej, lidhja e fëmijës, jo lidhja klasike, po mbështjelja. Po, mbështjelja, vetëm... Se kom gu, tash rejave të mija ja u propozoj edhe e bojnë. Po, ndërkohë, cili është një prej fakteve që të ka pëlqy të zhvillimi modern, të nonat e reja që e bëjnë, qoftë fjetja në shtratat ndryshëm, qoftë çka do në proces që ti mendon që mirë që ka ardha ndryshim. Po. Edhe që e falenderojmë epokën e re, edhe internetin për vedisim. Rejat e mija janë bazu edhe në mu, po edhe në internet. Po. Une i përgëzoj, nëse kanë kushte, i përgëzoj nanat që derin 6 mujdet beben e majnë dhomë. Edhe e kanë nën kontrol. Pas 6 mujve e qesin dhomë të vetë. Reja jame ka pas fëmijën e dytë, kur e ka qitë. Mu si gjyshe mu dhimë, këthisha, ku e datë prej dhome, tash që shpeqit një kam ja u zgjuki djali madhe, ishte 4 vjeqar, isha ka me zgju. Mu dhimë ke po... Pre etikës time nuk më isha me thonë që... Adin mërë... Profesionalisht ka qenë korrekt. Profesionalisht ka qenë. Maje edhe pak si po mdhimet për shka. Por, qudit trisht, kur ka qaj i vogli, natyrisht jenë që print edhe e kanë djek me kamere dhe kanë regullu. Po mësun, dytë me flejt. Njeni tjetërën, mësë mi aprish gjumin, e kjo qoj këthi ke... Babi që tash vjen, babi që tash... Do me thonë, veç u mishnuaj me ligjin që edhe vlau më karë këtu, edhe shumë ma sigur të kanë di vetën edhe ma i madhe dhe ma i mirë. Ate e kom përgëzu, kom thonë, kjo është e mirë. Se edhe fillon socializimi me vla,
por jo në një shtrat, jo me fjetë në një shtrat. Gabimin e madhe bojnë gratë që e marrin fëmijën në shtrat. Për shembull, zonë Razi, për dallim prej juve, që e keni edhe profesion, ka shumë gratë e gjeneratës tënde që i quajnë vajzat ose nuset egoiste nëse e bajnë këtë gjest që sapo ti duar trokite me vendos fëmijën në një dhomë tjetër. Me thonë edhe këto është pak konflikti i moshave. Se disa gratë moshës tënde nuk e quajnë gjest mirë me fëmijën prej dhomës. Kjo është punë karakteri, edhe punë që nuk e respekton absolutisht vendimin e nusës. Nëse na nuk jena ato që na dominojna, unë jo mami edhe dominoj për mi dëshirën e fëmijëve të mi. Nëse fëmija mi kanë vendos me qitë bebën mas 6 mujve në shtrat, me vllaun e vetë me flajt, unë e veç muna me i dur tërkit. A qohen një herë, a qohen 10 herat, a prind kanë muqu, që aty, a e kanë ma keq, a ma mirë, ata kanë vendos. Une nuk jam e cila vendosi për 2 prind që ka bojnë. Une vjehrat munën me dhanë, edhe nanat e gjyshës munën me dhanë dashuri, këshillat nëse ju kërkohet, por jo dominimi, me thanë, une di edhe kam përvojë dhe qishtu ki me vepru. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Një ndryshim tjetër që ndoshta është pozitiv, është edhe procesi i gjithdhënies. Tash me inovacionet, me rregullat e reja, është një kohë sa minuta duhet qëndroj foshnja në gjithë, sa minuta duhet pritet me goksu, sa minuta duhet hapësirë mes shujtave të ushqimit. Nëse dikur e kanë ushqy ndoshta ma shumë se që duhet, ka qajt ma shumë sepse ka marrë ajër ma shumë se sa qomsh, e të tjera që s'kanë respektu një orar, një minutar. Me cilën teori pajtohesh më shumë? Une, kur kam dhanë këshilla, qysh me ushqy beba, edhe i kom thanë, për sa orë untohesh ti? A din sa orë bëmë? Thot, para 3 orëve s'muna me tha, mirë. Vetëm 6 javë të para, nana jep pa kufizim. Mas 6 javë, duhet gjdo 3 orë apo 4 orë. Beba e qetë gjdo 3 orë, e qetë ushqimin prej lukthi, e qetë edhe në përzor. Prandej, gjdo 3 orë, si mbas madhësisë të mive, gjdo 4 orë, por thith ma gjatë. është shumë e rëndësi peshën e fëmisë, me shiqu sa po fiton pesha. Por, që kanë ba nana tona na kanë dhanë gji, jena në gopë, na kanë qitë që aty, edhe kur kena kajt, e na kanë kapë në... Prandej, une nuk muna me i thanë që duhet beba me goksu. Nësë ta me thonë, e bre se gokson vetë. Po, si bas teorisë dhe si bas shkence, gjdo fëmi, gjdo beb duhet me goksu para se me qitë me fjetë. Ose e qetë nuk rahatohet, e merë dhe gokson edhe këthem prapë në gjumë. është një kompleks, duke që është shumë i rëndësishëm, por jo, vetëm 5 javë e para nuk duhet me lanë ma shumë se 4 orë me fjetë. Duhet me zgju, se që ato 5 javë fillon veç me, mas 2 javë fillon me shtu beba pesh, edhe thithunit e përforcon, kështu që 5 javë e para janë shumë të rëndësishme. Deri në muajin e 6, një foshnjë nuk duhet të ushqehet, madje as ujë nuk jipet fëmijëve. Deri në muajin e 6, a duhet me dhënë gji pak më shpesh, apo mjafton çdo 3 orë që tha? Ujë nuk duhet me dhënë bebës deri në 6 muaj, derisa të fillon ushqimi. Pse? Qumshti i gjinit i plotson edhe nevojat e ujit. Do me thënë, qumshti i gjinit ka edhe ujë. E ka absolutisht, nuk ka nevoj. Mas 6 mujve, posa të fillon ushqimi, duhet në fund me ja dhanë 2-3 lugë, 3-4 lugë ujë. Do me thënë, fillon ujë. Pse nuk duhet me dhanë
ujë fëmis para 6 muaj, është se lukthi mbushet me ujë, madje kur vjen me thith ma pak. Mundet edhe me ndodh tup pesh. Prandej nuk rekomandohet. Mas 6 muajve po. Mas 6 muajve po. Po njëjtë shkon kohëzgjatja, do me thonë edhe deri në 6 muaj nuk e japim pak ma shpesh, për shembull çdo 2 orë, në kohën kur i kam rritur fëmijët e kemi pas çdo 2 orë. Po, nëse beba është pak ma nën pesh, ipet ma shpesh. Ma shpesh gjë. Nëse fëmija beba sa ma tepër të rritet, ai pin ma rrallë, po ma gjatë. Edhe nana prodhon gjë ma shumë. Po, ndërkohë e di që është lajmi mirë që nanat shqetësohen dhe kujdesen me u informu në çdo mënyrë për foshnjën, sepse nuk mund të themi që interneti është komplet negativ. Përkundrazi, aty kuptojmë ndoshta shumë gjëra të cilat mund të mos i dinim nëse se kemi lexuar në internet. Për shembull, siç është libri Takimet posalindurin e yti, informacione tilla si libri ose edhe interneti shpesh na orientojnë. Dikush ndoshta se ka nanën ose vjerën, jeton vetë, jeton larg. Edhe cili është gabimi më i madh që në nanë mundet me bë karshi ose një nanë edhe një babë karshi fëmijëve, qoftë gjatë natës, qoftë gjatë veshjes, qoftë gjatë procedurave të pastrimit, që ti e kishe nda si fokus të veçantë. Fokusi i veçantë është që 2 prind me qenë absolutisht dedikum për atë bebë. Nëse nana apo baba nuk tregojnë qetësi edhe harmoni direkt për fëmijët posalindur, absolutisht ai ka me thithat energji tyne. Prandej, nëse çdo gjë punohet me shumë dashuni prej 2 prindve, beba mos mendoni që ka me vujt diçka, sepse ata janë të përkushtuar. Nëse 2 prind thonë jo bone kështu, jo që te kështu, jo kështu, absolutisht aty s'ka me pas kurfar suksesi, ose me thonë njeni unë e di ma mirë se tjetri. Aty vinë ose nana me thonë nana e me qështu ka bo edhe unë e kom me bo, burri thot jo unë e kom me bo se qështu nana e me ka bo. Aty ju kësha lut me pas absolutisht kujdes, as prind mus me i rënu, apo se një lamje e një bebe është ceremoni. Prandej, leni 2 prind let kënaqen, mos merr pjesë aty as vjehra, as nona, as baba. Let kënaqen ata me fëmijët vet. Po, një studimet e fundit shkencore e thonë që fëmija nuk duhet të puthet, qoftë në duar, qoftë në faqe, nga anëtarët e familjes përveç prindërve, të cilët e kanë të njëjtën energji edhe nuk mund të bartin diçka, madje edhe ata me kujdes të shtuar. Sa e mbështeti këtë informacion të cilin rinia po e praktikon? Absolutisht e mbështes shumë mirë. E kemi edhe në libër këtë. E mbështes. Fëmija i posalindur edhe spaku deri 1 vit nuk ka mbrojtje, nuk ka imunitet të fort me u përballu me ndonjë virus apo ndonjë bakterie që mundet i madhi me mbart. Nëse beba është e vogël, edhe une për shembull jom vakcinu, kam X vakcina, edhe ka meningit viral, une nuk jam, une kur fa shenja s'kom, edhe shkoj, ja puthi bebës dorën, edhe direkt instikti i bebës është që durt me shtin në gojë, definitivisht e kom infektum. Prandej nuk guxojna, as nuk guxojna me jelu veti, që me shku me infektu thmin për kur që heq, për një puthje, pëse s'pe puthën kokë, pëse s'pe... Dashunia ka 1000 mënyra që shprehet. Kur dini shkruni, edhe që dashuri, po jo me dashuri me rreziqe. Prandej, unë jam kategorike fëmin mos me i puth. Fëmin e vegjel, absolutisht jo. Po,
është burim i infekcioneve. Ti e ajo që... Unë e kom pas një rast, kom punu me 2 bineq, në shkoj në Arabi Saudite, unë shkova në Arabi Saudite, beba ka marrë meningit. E kanë bloku krejt palatin, edhe kur kanë ardhur në konkludim që dikush prej që kanë ardhur me festu lindjen e tyne, ka pas meningit. Sot është djali short, nuk ndin. Edhe kom qenë gruaja ma fatbardhe që s'kom shku atje. Se une nuk e kisha leju në gjitha ta njerëzi me qu bevat edhe me i parë. Nuk e kisha leju. Prandej puna edhe qmohet. Po me që është ka qëndishme, qëfar qëndrimi ki karshi festave tradicionale në Kosovë që ende bëhen tek të posalindurit, lind një djallë, edhe bëhet një feste madhe, kuftohen 300-500 veta, edhe jo veç me një gjithë, po në gjithë gjatë tjetër. Gjdo virus që ekziston. Gabimin më të madh e kanë nanat që i marrit fëmijët në përdarsma. Kur i shoh unë të merrim rrok. Qysh më rëndarsëm fëmija, të merim rrok, kur bëhet dikush synet që janë krejt thëmi. Pa ditë sa njeri është aty i smut, sa njeri. Une nuk e lejoj. Kam pas fat të nuset e mija që edhe ato nuk e kanë leju. Nuk e kanë leju. Jo. Ti për me prek një fëmi dikojna që se nje, ti duhet me kërku gjeje për i nanës tonë. Duhet ti qeni të tërkuj zguzën s'mija prek. Do t'jo më se prek. Do t'jo një jam, për leti, fëmija nuk preket, nuk qohën në vende publike, nuk qohët në për arktime ku jo arktoni. Absolutisht jo. Fëmija izoloni pak, e le mo mos me folë këto qëfar ajri është, e qëfar tmeti është, e qëfar tmeri është për fëmi. Nuk ka vend ku quhet fëmija më u knaqa me diqka jo. S'ka parë që duhet gjdo dit duhet fëmija i posalindon me dalë. Njëherë para dite, njëherë mas dite. Zdo me tha një orë. Një gjysore, 40 minuta duhet me dal, me marë oksigen edhe nga jashtë, jo veç nga mrenda. 2 herën ditje duhet me dal. Ku ki me dal këtu? Pluhen. është qysh është. Një fenomen tjetër që as shkenca, as interneti, as modernizimi, hala nuk ka arrit me ndryshu shumë, sidomos në Kosovë, është kur një nan lind, edhe është ai 20 ditë që i parë, ku goxha janë do rituale që duhet respektuar, jo nuk dalë, jo nuk banë, jo kështu. Të cila pjesë qëndron të zonja Razije? Edhe të une ka ndodha, 40 ditë mos me dalë për shpije. A besoni që ka logjik? Pse? Sepse, derin 40 ditë mitra qysh është ka dalë fryti jashtë, ajo ende ka nevoj për të kurje. Flasë për 40 ditë e para, jo për mas. Deri sa të fillon të kurët. Munës me pas një gjakderdhje jo të madhe, s'po thëmë, po një gjakderdhje, ose një maramendje, ose një, sepse ti gjatë lindjes ke derdhe dhe gjatë. Prandej, une jam për që ka runu bile derin 40 ditë. Deri sa mitra të kontrahohet. Nana eme s'ka ditë me thonë, deri sa kontrahohet mitra. Po ka thonë, 40 ditë rrinë shpe, deri sa të mërë pak t'i fuqin. Po, është kjo, logjika e kësaj është kjo. A ekziston në Londër një teori e tillë? Po, jo, po, unë nanave ju thëmë. Jashtë dilet, dërisa ti je pregaditun për medal. Nëse nana është pregaditun për medal, vetëm për para se medal, unë i thamë, që ti po e ndirë vetën mirë, unë nuk muna me të ndalë ty ti medal. Por, ki kujdes, derin 40 dit, mitra është ma e zjanume. Unë gjdo minut pak me gjakderë, se kur vjen të kontraktu, ajo, mandi ato në distanca shumë
të vogla dalin edhe, jo, kur gjësë më ka gjithë, jo, kur gjësë, mirë që s'ka gjithë. E jemja është me të parandalu. Po, jo... Ekziston dhe më thanë edhe në Londër si teori. Jo, absolutisht ekziston. Ekziston edhe vetëm ti duhet në mënyrë profesionale me i të regu pse. Po. Vendimet për të mbajt foshin gji është vendimi maj mirë që një nan mundet me bën në jetën e saj. Po flasë për kreta ato nana që kanë mundësi shëndetësore me ushqyer një foshnjë me gji. Por edhe metodat e gjithonjes janë goxha të rëndësishme për mënyrën se si fëmija ushqehet foshnja. Cilat metodat të gjithonjes i rekomandon më shumë? Atë të shtrirë, atë të ullur? Cilat janë ato që ti mendon që janë më të rekomandueshme, më të mira për të dyja, edhe nanën edhe foshnjën? Po, janë disa pozitat që merren kur fillon fëmijën me shtin gji. Unë e kom thënë edhe në librin tim, nëse keni mendu ndonjëherë çka do të bani mas mirti për foshnjën e juve, është gjithanja, do të thonë jepni gji. Për mua është ai akt i dhënies gjinit është si shajt. Ti po e rrit një qendje me trupin ton, sepse është absolutisht e shajt. Janë disa pozicione. Pozicioni ullën është më i miri se ki kontroll ti edhe beba. Do të thonë, qitet në mënyrë vertikale, barku i bebës duhet me prekën bark ton, edhe një dorë gjithmonë e lirë që me qenë, ose i pihet ujë nanës o diçka. Kështu që pozicioni janë shumë, nëse nana ka sekcio s'mundet me u qumë me ullë, atëherë është shtirja, por gjithmonë pa e mbulu fëmin, pa, do me thënë, me qenë pak ma jo i ngratë, me di që veç po ushqehet. Sa nuk dhëtë me mbulu? Sepse temperatura e përgjum bebën. Thithja e lodh, kështu që duhet me qenë pa mbulis, me ato tesha që i ka, por jo, nëse beba është e përgjumun, duhet me zdath, apo me një pamuk diqka me prek rreth veshve, mandej a i zgjohet edhe... Pinë dërisat në kopet. Pinë, mandej vazhdon gjithanja. Nëse nana nuk pozicionohet mirë, edhe beba nuk e ka krejta araollën e majës gjinit, absolutisht s'ka me qenë... Procesi mirëfillt. S'ka me qenë i suksesshëm gjithanja. Sepse beba gjithmonë e ka indikacion ku të kapët që aty mendon që është gjini ku ka me ushqy. Por duhet me tërhjek për i gjini, po këtu në goj, me gishtin tonë, ajo mande e lëshon gjinin. Provon e 2-3 herë, më stuni që, më dhimbje dhe e lash. Procesi i cili nuk fiksohet beba dhe pozicioni, nana është gjithanse e pas sukseshme. Prandaj edhe krijon ato infeksionet, ato lëndimet e majave të gjinjeve, sepse nuk është një pozicion i dur dhe aty ndodh komplet lëndimi pastaj. Absolutisht. Për atë është shumë e rëndësishme ku kam punu në 5 javët e para. 5 javët e para janë shumë të rëndësishme. Sepse aty veç e qetë bebën, qka ka me bot tutje. E mësën procesin beba. A mendon që është e vërtet ajo që farë thuhet në internet, sepse gjithmonë kretë bisedin po e bazojnë ato qka na kanë thonë nonat edhe në ato qka lexojmë. Që pozicioni i shtrit gjatë natës është shumë i rrezikshëm dhe një nonë pa vedije mund të fle dhe fëmija mund të ngulfatet. E për këte e kom pytë ChatGPT-n. Qa ka thonë ChatGPT? Jo, thanë, fëmija duhet me flajt me nana. Pse fëmija, jo, ishte puna pse fëmija aziatik nuk qaj natën. Se nana, tha, gjithmonë e ka fëmijun gjie dhe kur don fëmija me thith, e ka aty gati gjinin.
Po na jena evropian bre, na nuk jena aziatik, edhe nuk kena bo diqka jashtë që me majtë unë e thmin nën stop me mu. Lepër kur dan. A kom unë e temperatur, a kom vjellje, apo mërë gjumi, ka nana që jënë për gjumuna, aja që ti dorën, ajo akcidentet gjithmonë ndodhin. Pa. Së mund është me ikë akcidentit, nëse ti je nën që flanë shumë thellë dhe nuk e njën fëmijun që qanë. Kështu, fëmijun lene një anë, afer teje, por kur te mash, me jabë gjio shtetë. Te anglezët nuk ka. Anglezi nuk ta kishti fëmijun me flajt me ta, kur. Asnjëherë. Ja. Nuk ka. E pyta ChatGPT-n, thash po thonë që është mirë me qenë fëmija afer none se jo, edhe pyta se tani fillon aja ty me t'livdu. Po, kur ta din profesionin. Po, thash po, a ka diqka? Jo, tha, Akademia Shkencat Amerikane, Pediatria, nuk ka ndryshu. Thash e Anglia, tha as Anglia. Thash do me thonë, jo, që po shohun e që ka po ledzojune, është diqka tjetër. Prandej, thash edhe po këthena aty ku thash, nanat gjithmonë e gjeja atë mesin e artë, që as jo moderne, as jo po me i bashkëdizon. Po, në kohën e gjysheve, nanës tande, ju kanë vendos kapel fëmijëve, sidomos gjatë kohës pranverë vjesht, kur është pak erë, sepse kanë thonë që nëse fryma e hyn vesh, mund të muret keq. Në ndërkohë në kohën kur ne rrisim fëmijë, edhe kur interneti është aktiv, edhe qati, edhe kushdo tjetër, na marrim këshilla edhe vetë nga ju si mami, që kapela është e panevojshme në shtëpi, por jashtë, si mendon? Jashtë qitet kapela. Qitet kapela. Për arsye? Është ndryshimi i kohës. Edhe nëse foshnja ka flokë shumë? Se janë disa foshnje që lindin me flokë shumë. Foshnjit? Jo. Jashtë pa tjetër kapele. Me kapel? Me kapel. Arsyeja është kjo e veshëve, apo thjesht temperaturat ndryshon? Natyrisht janë temperaturat të ndryshimi temperaturave. Absolutisht me kapele. Me kapele. Me kapele jashtë. Ndërsa, natyrisht kur është dhoma e bebes duhet me qenë maksimumi 24. Do me thonë, 20 prej 18 dhe 22 është normal. Nëse ti e ki jashtë 30, e ti piqet fëmis kapela, po unë e gjithmonë ju thëmë nanave, shiqone vehtën edhe veshni edhe bebën qysh ti po njëherë, qysh? Pëse nuk ka shumë dallim temperatura. Jo pak ma të nalta temperatura, se deri në 38 i posa lindur i mundet edhe mu leju. Por jo, absolutisht jo. Mrenda, jo, jashtë po. Jashtë po, por jo kur është temperaturat e larta? 31, 30, absolutisht jo. Absolutisht jo. Duhet me qenë 4-5 gradë, nëse është jashtë, qëtë janë i kapelin. Nëse është 24 në shpi, edhe 24 atje, që ka po do në kapeli. Sepse kapelja dhe dorzat e ndryshtojnë temperaturën shumë shpejt trupit. Kja ke pa kur nërth, mas pari nërthin durt. Prandej kapelja jo. Baba e më thëtë, kur të nërthin komt, nërth krejt trupi. Edhe që ashtu. Do me thonë ekziston kjo teori. Këtë teori, jo, që për rëzoj këtë teori. A, rëzoj këtë teori. Posa linduri, deri një kohë, nuk ka kohë caktume, i ka kom të ftofta edhe dur të ftofta. Nuk është ajo një sinjal që beba e ka ftoft. Pse? Se qarkullimi i gjakut vetë sa ka fillu, edhe është ende prematur me i furnizu durt edhe komt. Do me thanë, nga dal, ajo, kur të fillon veç qarkullimi me i plotësu edhe gjymë tyrë, do me thanë qarkullimi është 100% në regull. Nuk është matës. Dora e ftoft, koma e ftoft, beba qenë ka ftoft, jo. Jardhum teorinë babes. Jo, a i ka thonë për do shta për të rritur. Për të rritur, me siguri. Një
studimet vazhdimisht çdo ditë më shumë janë të reja, inovative, shpesh përqafohen, shpesh ka kritika nga gjenerata tjera. Foshnja, sidomos në muajt e parë, më mirë rekomandohet të pastrohet natën para gjumit apo në mëngjes që të kfillet dhe të ketë një ditë të mbarë? Pyetje shumë e vend, që edhe të kom dash me të thanë Pëtëm gjetje të skjaroj edhe këtë pyetje. Reputacioni im maj madhi, se 15 vite kom punu krejt në Angli me foshnje. Reputacionin më të mirë që e kom fitu me lamjen e bebës. Anglezët gjithmonë i lajt fëmin në mramje. I qesin atë shamponin në vask, edhe ti e shtin bebën edhe e lanë. Une nuk e kom bate. Une e kom la bebën gjdo mramje, vetëm 3 dit i kom qitë shampon, disa pika, flokët me ala, edhe me qatë e kom la. Por, gjithmonë e kom pas një prej plastike, një bokal plastike, që gjithmonë i kom shpërla. Nuk e kom lanë si anglezit, i shtin edhe i nxjerrin dhe... Pa e shpërla? Jo, pa e shpërla. Po, asë në Kosovë se bojmë ashtu, edhe na e shpërlojmë. Po, asë një fëmi që kom punu one, nuk ka pas eksma. Asë një. Edhe ato janë, gjithmonë janë mahni qysh e kom... është lëkurën e shëndetshme një foshnje. Pse kom provu kështu? Lëkura, pediatria thot, lëkura e bebës e ka imunitetin e vetë edhe yndyrën e vetë. Mos e bëni steril, sepse aty veç fillon acarimi i lëkurës. Leni yndyrën e lëkurës bebës, le te formon. Ti nëse gjdo dit e la një fëmi me shampon, me këto shampona tjera, absolutisht ka me pas eksma. Që më vjen shumë keq, edhe Kosovë ka shumë eksma. Egzema, dhe më thonë, po. Egzema? Po. Okej. Egzema ka shumë. Jemi në minutat e fundit, madje kemi kalu edhe kohën e rregull të bisedes, po e di që gjithmonë ka interesim nga nona dhe baballare të rinj, sidomos kur e kanë fëmijën e parë, për çdo ndryshim, për çdo gjë tjetër. Nuk e di të cili fakt apo cilën teori e mbron, por sa është e vërtet që foshnjeve, ose si praktikohet në Londër, do doja ta dija, duhet t'ja u prejmë flokët tullac që t'u dalin flokë të mira. Ajo teori nuk eksiston. Nuk eksiston. Ajo është mit. Ajo mit. Është mit. Ja, mit. Nuk e praktikojnë Londër? Aziatikët e përdorin, vetëm për një, jo për me i dalë flokët më të mira, e përdorin, ja hekin flokët, e qojnë e masin, qaq ari, nëse peshon 1 gram, 2 gram, qaq duhet me ble ari dhe me ja dhonë fukarave. Sa interesant. Kjo është. Okej, besit një, ma shumë. Besut një absolutisht s'ka lidhje me... Me flokë më të mira. është gjenetike? Flokë është genetik. Po. Jo, s'ka lidhje. Po. Dhe një pyetje tjetër që po mduke si është trend në rritje, bajtja e memeve, e cuslave. Unë për vete, asë njanit prej djemve nuk i kam dhënë, ka qenë sfiduse sepse ka qenë ma e vështirë me i menagju të qarat e tyre, po kam qenë kokë fort edhe nuk i kam dhënë asë njanit. Po si qëndron ti të kjo? Duhet apo s'duhet? Po vetëm s'duhet. Se unë i kam rrit me këshillat e librës tonë, më s'harroj me cek. Disa herë të kom përgëzu, që bravo të qoftë. Mema, apo cusla, që është do një thoni, ajo javët e para që fëmija nuk është stabilizu në gjithanje. Mund është me adhanë, por jo me flejt me cucëll. Se ajo mande e formon një instinkt që nalu se edhe kjo ka e mirë, edhe kjo po të qetësoj ka. Cucëlla ka disa të këqia. Një, varet prej tina, as nuk flenë, as nuk mundet, do me thonë, donë diqka me thith. Të folunit edhe tingujt edhe zanin e vetë, e ndëgjon ma vonë. Nëse nuk ka të folunit,
për gjysë ka me janë dalë. Sepse nuk artikulon ai vetë me ndëgju zanat. Nofullën absolutisht dhëmbët, nofullën e prish. S'pa, deri një vit, po e zanë, si të fillojnë dalja e dhëmbëve, nëse ka fillu 6 muaj, cusla duhet mu hekë. Sepse çdo fëmijë e merr pozitën e atij bebiron. Po. Cuslës, që shpej thonë. Po, e qartë. Ja, nuk është e mirë. Sa i përket nonave të cilat për një kohë majnë foshnjët në gjidhe dhe pastaj vendosin që t'ja ndalin gjithonja dhe t'i vazhdojnë me shishe qëmë shfërmull. Kur ndalet gjithonja, a duhet me vazhdu vetëm me ushqim, s'ka nevoj shishe, si me ndonë? Deri një vit, beba ka nevoj ose gji, Po shpresoj që i majnë një vit, unë i kam fjallën për mas një vit. 6 muaj është e domosdoshme, gjithanja është 6 muaj e domosdoshme. Masi që të fillon ushqimi, duhet në mëngjes edhe në mramje me i dhanë qumsht. E pastej mas një viti, fillon qumshti i lopës, djathnat edhe jogurti është shumë jogurt apo kefir ose apo nuk lejohet kefirin atë, është i fortë. Është jogurti i cili prodhoni kosin që e nxani ju. Me thonë edhe qëto 2 prodhimet të albumineve duhet me i pas. Pas moshës një vjeqare. Pas moshës një vjeqare. Po. Cila është këshilla kryesore për fund që e kështë nda me nonat e reja? Diçka që po dëm një u thonë. Diçka që po dëm një u thonë. Që këm haru me të pytë. është kështu. Po. Mos lind një fëmi edhe mos thoni fëmi bebe kome lind me ty, por duhet disa gjana me i korrigju. Korrigjoni çdo gjë para lindjes. Dini me qëfar personi po hini në martes edhe me qëfar personi do të bëni fëmi. Mos bëni fëmi veç për qef. Mos bëni fëmi për e kam dashnore për bëj fëmi. Fëmija ato bebat nuk i dojnë ato mos marrëveshje. Prandej pregaditnu, jeni e prit një beben me shumë dashuri ka me qenë edhe i fëmi, nëse filloni me thanë, jo për e bëj për këtë arsye, aty është gabimi majma. Që se nga njëherë, sa vite jenë Londër, nga njëherë mundet në shprej edhe me ju keq kuptu. Mesazhi i zonjës Razi ishte i thjesht, para se të vendosni të bëni prender, planifikoni fëmijen. Ardha e fëmijës është e shejt, edhe duhet koncentrim i të 2 prenderve. Se mos keq kuptohet ajo fjala kur the mos lind një fëmijë, lind një fëmijë sa më shumë. Për që ata ty s'kom rrëllë dhe redaktore. Përveç redaktore, jo nuk du me leju me u keq kuptu në i deklarat. Mesazhi ishte jo mos lind një fëmijë, mesazhi ishte lind një fëmijë, por bëni një planifikim familjar. Që të keni fëmijë, që qeni prind të mirë dhe fëmija ta ketë vëmendjen tuaj, të 2 duhet jenë në një gjuhë, të përbashkët që duam fëmi, dhe ai fëmi ta marrë dashurinë ashtu si që meriton. E mire tha, por pa të vend për keq kuptime. Jo, pa të vend për mënyrë gazetareske mu përmirësu. Me u përmirësu pak, jo, ka mundësi edhe shpreja anglisht në shqip për këthimi direkt, që është bukfal, edhe ajo, edhe unë me respektin që kam për ty, nuk të doja të lejoja një deklarat që mund të keq kuptohet jashtë. Për kund Razi, edhe zonja Razi, edhe mu më thot pak janë 2 fëmijë, vazhdo edhe një. 2 fëmijë? 2 fëmijë janë, ti kur gjë s'ke bë për rritjen e popullatës. Ju jeni 2 fëmijë. 3, okej. 4 edhe ma mirë. Edhe ma mirë. Ti jenë alë me 3. Po. Mirë, sa ma shumë fëmijë, qash ma mirë, po edhe qash ma shumë dashuri. Është tjetër gjë për shembull për disa prej neve që nisin fëmijët në një moshë pak më të rritun, e disa që nisin pak më herët kanë mundësi me i bë edhe 4-5, sepse është edhe një moshë kur kufizohet edhe lindja e fëmijëve. Nana jam e shkreta thëke, pare
E fëmi kur nuk është ballë. Do të thënë Ju jeni 7 fëmijë, sa? 6. 6. Inshallah ka çifte të reja që ende kanë këtë dëshirë dhe vullnet, por ka ndryshuar shumë edhe dinamizmi, edhe shpenzimet, edhe çdo gjë tjetër. Është pak më probleme me i pas 6-7 fëmijë, me i rrit të gjithë. Zonja Razia është gjithmonë kënaqësi edhe harroj që jemi para kamerave kur të kam përballë, sinqerisht. Faleminderit. Edhe ty të falenderoj shumë. Në korrigjime gjuhës time, për që ata kom dhënë librin edhe e ke redaktu. Po, absolutisht gjithmonë është një prej privilegjeve që gazetaria mi ka dhënë, me punu, me bashkëpunu, qoftë me librin, qoftë edhe me juve si mami edhe me nda këshilla për qytetarët tanë, të cilët e mirëpresin çdo herë. Të mirëpres çdo herë, Studio Familja Jonë është shtëpia jote e dytë. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Dashur miq, ka qenë një bisedë shumë e këndshme me zonjën Razie, një mami që ka kontribuar shumë gjatë jetës saj në Kosovë, në Libi, në Londër, të prapë në Kosovë, edhe pse është në penzion, edhe pse tash e ka edhe rolin e gjyshës që duhet edhe ma shumë me shiju këtë rol dhe këtë privilegj që na mundson Zoti ta përjetojmë. Ajo prapë kthen përgjigje, mirët me nona, me ata që si një lobdhoan dhe ngrit zanin për shqetësimet që ishe, për ndryshimet që nuk pajtohet, edhe për të mirat që mund t'i marrim nga interneti, për të këqijat që nuk duhet t'i marrim nga interneti, çdo herë është aty për nanat e reja dhe baballaret e ri. Do të shkojmë bashkë tek rubrika e magjikëve të vegjël. Kemi një super djalë që do të na jap një energji shumë pozitive.